A e dini çka nuk e kam qartë? Kuve të fundit flasim, ose jo kuve të fundit, po zakonisht ku flasim për kriminalat, flasim për shembull për kriminal kur dikush e ka vra gruan ose burrin, partnerin pra, ose kriminal e quajmë hajdut, ata që vjedhin, ose kriminal çka quajmë tjetër, çka se di, nuk e di çka janë krejt kriminalat. Ha më që du më thonë që kush është kriminal për një me? Nuk janë kriminala veç ata që e vrajnë dikon, veç ai që e vran gruan ose që e vran burrin. Nuk është kriminal veç ai që vjedh. Nuk është kriminal që të dyja, të më thonë janë kryesorët. Hajnia edhe vrasja, po, janë kriminala. Po edhe disa kriminala tjerë i kemi arru, ose nuk kemi të vedishëm hiq që janë kriminala. A e dini kush janë qëta kriminala? Që edhe këta, për mendimin tim, nuk po thomë se duhet me i denu, po kish pas me qenë shumë mirë që tipa t'il me kriju një farloj ligji që mos me guxu se cili me vepru në këtë mënyrë. A e dini për kone kom fjallën? Kriminala janë për mua ata që i vrasin njerëzit për zgjalli. Kriminal është për mu një tradhtar ose një tradhtare, që do të thotë, sidomos në martesa, natyrisht se martesa është gjithmonë pothuajse ajo që është në çdo shtëpi, ose edhe në qift, po sidomos martesa, edhe sidomos kur kanë fëmijë s'poshtu. Sepse me vra një njeri për zgjalli është njëjtë sikur me vra dikon edhe me shtin tokë. A e din çka do më thonë me lëndu dikon, me i kriju plag për zgjalli. Sepse ndarja është në rregull nëse funksionon nga të dy palët me një lloj marrëveshje. Por ndarja duke ndodhur përmes tradhtisë, si burri si gruaja, njëjtë është këtu. Unë mendoj, jo që mendoj, por në fakt është sepse duke e shikuar nga ana psikologjike, kjo krijon jashtëzakonisht një dëm të madh të dy personat që janë të prekur, dhe sidomos të fëmija. Nëse një bab ose një non e tradhton partnerin, pra, edhe pa asnjë lloj keqardhje, vetë sepse thjesht është dashuru një person tjetër, pa marrë kurrë lloj përgjegjësie që po ja kthen shpinën partneres ose partnerit, edhe leje që partnerit apo partneres, burrit apo gruas, po sidomos fëmijëve vetë. Një bab ose një non që ka vendos të martohet në mënyrë të vetëdijshme ose pa vetëdijshme, pa marrë parasysh se si ka funksionuar martesa, por që ka vendos me sjell fëmijë në këtë botë. Dhe tani nuk merr përgjegjësi fare për të. As nuk do me ditë se ku është ai fëmijë. Për mu që ta janë kriminala. Na si prind, kur sjellim fëmijën në këtë botë, na e kem obligim më kujdes për ta. Jo veç me u kujdes, po e kem obligim me ju dhonë dashuri, nëse duam me i dhonë botës diçka të mirë. Sepse fëmija pëson trauma përmes kësaj. Partneri natyrisht që po, sa partner për shembull, mbas një tradhtie, me vite të tëra ju shkojnë edhe nuk munden me u stabilizu, me u kthy në gjendjen njët në realitet normal si duhet. E kjo ndodh pa asnjë lloj keqardhje, pa asnjë lloj përgjegjësie, edhe kërkush nuk flet për këto. Normal, unë me mujt, e kisha vendos një ligj që
Ndoshta, as martesat mos më ndodhë në mënyrë pavetëdijshme, por që mos me guxu thjesht veç ta tradhtojë në partnerin tënë. Na jemi njerëz, jemi krijesa, nuk jemi kafsh, sepse kafsha kontakton me secilën aty për aty ku e takon në rrugë. Na jem njerëz, na kem dallim, na di me fol, na shohim, na kemi vesh. Nëse nuk pëlqen çaj partner, nëse nuk je i lumtur me to, kontakto, të paktën ulu bisedo. Ka ndoshta prej atyre që s'marrin vesh, që nuk kuptojnë, që thot nuk guxon më nda për meje, po gjithmonë ka zgjidhje. Gjithmonë ka zgjidhje. Për ata janë psikolog, për ata janë hipnoterapista dhe terapistë ndryshëm tjerë. Domethënë shërimet munden me ndodhë. Nuk ka nevojë marr, nuk jam kundër ndarjeve, por sidomos nuk i përkrahi ndarjet që ndodhin përmes tradhtisë. Kjo duhet me ndërmarrë dikush diçka. Për atë arsye e vendosa që një kohë gjatë e kam vendosur ta sjell një video të tillë, sepse kush nuk flet për këto. Nuk është normale kur të dush, kur të teket, mja kthy shpinën grujes ose burrit edhe fëmijëve tu, edhe me marrë dikon tjetër. A e din çka je ty bo, a e din çfarë krimi është ky? Ti e të e traumatizu një familje. Kjo nuk duhet me met pa përgjegjësi. Nuk duhet fare. Me përpara në kohët e vjetra, kanë bo vrasje njerëz me zvete për çdo. Jon hakmar, unë nuk e them, kjo nuk duhet me ndodhë, po të paktën të komunikojmë me zveti, të flasim me partnerin, nëse s'po ndjen më dashuri, nëse nuk përputhesh më me qatë njeri, bile të paktën fol me to. Komuniko haptas, ose mundohu me kthy dashuri, me kthy ndjenjat. Nëse nuk ndodhë fare, atëherë je i sinqert me partnerin tënd. Fol, trego se çka ndjen. Sepse po, vërtet, nuk është e lehtë me kalu jetën me një person që nuk e dashuron më. Amo, edhe këtu punohet. Punohet, kur dikën e ke dasht, njëherë mundesh me dasht prapë. Nuk duhet me ndodhë ndarja, nuk duhet me ndodhë tradhtia, e sidomos me sinqeritet plot, po thonë, duke u bazun punën time, si jo vetëm si hipnoterapiste, por edhe si zhvillime, si mentore zhvillimit shpirtëror, dhe që punoj gjatë gjithë kohës me vedije, dhe duke i pa njerëzit se duke pa fëmijët ndryshëm se sa psojnë ndarjen e prindit. Edhe sidomos pra, kur thjesht baba ose nona zhduken dhe nuk dun mja ditë mo se çfarë po ndodh me fëmijën e tyre. Kjo duhet me ndodhë vetëm të një kafsh, por jo të një njeri. Okej? E për mu, janë këta njëjt kriminela, super ata që kanë bërë dikon, edhe kanë futur në tokë. Njëjt. Edhe këtyre duhet me ja nda një, nuk po thom një denim ose një çka do qoftë, por sidomos këta duhet me i trajtu seriozisht. Sepse një njeri që tradhton partnerin, tradhtia është fjala. Dhe sidomos fëmijën e vet që ja kthen shpinën që s'ka dashuri më të madhe se sa dashuria e fëmijët, nëse një njeri ja kthen shpinën një fëmijës të vet në këtë mënyrë përmes tradhtisë, atë duhet kemi kujdes nga këta njerëz. Këta janë shkatërrues të botës. Nuk po du me paragjyku, por kjo është e vërteta. Është thjesht e vërtetë. Çka po mendon ti për çet ti? A të shqetëson edhe ty apo jo? Shkruaj në komentet e mia. Në komente pra. Faleminderit që morë kohë me ndëgju këtë video. Mirupafshim.